Gold Ag do të çmendet, gruaja e tij fotografohet në krahët e këtij bukuroshi, e përqafon me shumë dashuri. Ermira Agushi, e njohur si bashkëshortja e artistit të famshëm Gold Ag, ka fituar vëmendje të konsiderueshme jo vetëm për lidhjen e saj me muzikantin, por edhe për aktivitetin e saj profesional si estetiste dhe për kushtimin e jashtëzakonshëm ndaj familjes. Me një profil publik që kombinohet me elegancën dhe stilin e saj të veçantë, Ermira ka arritur të ndërtojë një imazh të qëndrueshëm si një grua moderne, që di të balancojë jetën personale me atë profesionale. Ajo është nënë e 2 fëmijëve dhe roli i saj si prind është shpesh i theksuar në rrjetet sociale. Ermira shihet shpesh duke kaluar momente të ngrohta dhe intime me familjen e saj, duke dëshmuar lidhjen e fortë dhe përkushtimin ndaj bashkëshortit dhe fëmijëve. Shumë nga ndjekësit e saj e vlerësojnë për mënyrën se si arrin të mbajë një balancë të shëndetshme midis jetës familjare dhe prezencës publike, duke u bërë një shembull frymëzues për gratë që synojnë të kombinojnë karrierën me kujdesin ndaj familjes. Në rrjetet sociale, Ermira shfaqet gjithmonë e kuruar dhe elegante, duke tërhequr vëmendje për stilin e saj të rafinuar dhe për zgjedhjet e kujdesshme të veshjes dhe grimit. Fotot që ndan shpesh pasqyrojnë momente të përditshme, udhëtime dhe angazhime profesionale, duke krijuar një imazh të plotë dhe të harmonishëm të jetës së saj. Fotografia e fundit që ajo publikoi, ku shfaqet bashkë me të birin, ka tërhequr një vëmendje të madhe nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar mbi lidhjen e ngushtë dhe momentet e veçanta që ajo ndan me familjen. Ermira Agushi duket të jetë një figurë e cila, përveç se ndjek karrierën e saj dhe mbështet bashkëshortin, arrin të sjellë një mesazh të fuqishëm mbi rëndësinë e familjes dhe harmonisë në jetën e përditshme, duke lënë një përshtypje të thellë tek të gjithë ata që e ndjekin dhe e admirojnë atë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.